U rikthejmë kështu në pjesën e dytë të emisionit e Raver, këtu me shumë kënaqësi kam një mysafire nga Shkupi, me cilën kemi që ka të bisedojmë, profesoresh, make-up artiste, influencere, gjitha këto Kaltina Kryezio. Shumë faleminderit që je sot bashkë me ne, edhe shpresoj që nuk të marrëm shumë kohë sepse ka ardhur direkt nga Shkupi, apo? Ka marrë special për emisionin e ju. Faleminderit shumë për ftesën edhe ne ke zbukuru studion edhe po dukesh shumë bukur si gjithmonë. Faleminderit. Si të kemi dashur, e përmenda mes shumë profesionesh, goxha shumë angazhime. Tashmë pjesa si profesoresh po besoj është të pupak për shkak edhe atë përfundimit të vitit akademik. Trego ku po e gjen veten më shumë? Pyetje e mirë për fillim. I du krejt profesionet, po pak ma tepër e ndi vetën ma mirë se e kom edhe lirin e punës në content creating. Unë jam edhe make-up artiste si që përmende edhe e duat punën artistike, përpse edhe muzika është lidhur me art normal. Mirë po, kur e ke lirin e punës edhe punon vetë, kur don, si don, kur don zgjohesh është shumë ma letë edhe ma ndryshe. Po puna si profesoresh, si është? Duke marrë parasysh se je edhe profesoresh në Shkup, angazhimin? Atë punë e punoj shah që 18 vite. 18 vite si profesoresh? Shumë herët kom filluar, ende isha studente kur fillova të punoj. Edhe më ka hyrë qef edhe kam shumë rënd me lan, apo me u fokusu vetëm me njënën punë, sepse me të vërtetë është punë shumë punë interesante ke bësh me fëmijë, me teenager, me atë grup mosh kur e kanë me të vërtet më rëndësi zhvillimin edhe mësimin, edhe është një profesion që me të vërtet e kam shumë afër zemrës edhe e kam problem pak me... Lënda që e ligjeron, Kaltina? Jap lëndën e solfezhës dhe dirigjimit, lëndë teorike. Goxha një angazhim i madh akademik për 18 vite, kështu që shumë mirë për punën që vazhdoni me e bo. Si make-up artiste, si nisi rrugtimi? Paralelisht fillova të punoj edhe në shkollë të muzikës, edhe të punoj me make-up, edhe pse make-upin e kam ndoshta një prej dashurive të para, të them se unë qysh prej moshës 5 vjeçare kom fillu t'i bi pianos dhe kom fillu në shkollë të muzikës, mirë po grimin ndoshta edhe ma heret e kom dash se si fëmijë nuk kom lujt me lojna, kom lujt me grimin e mamit. Edhe e rëfejket, po. Nuk e di bashkë krejt vajzat ajo në ashtu, mërë po me të vërtit kom pasun një talent prej e vogël, se edhe babin e ndjere kom pas piktor. Edhe ndoshta edhe shumë vite i kom kalu të e shikuat, të pikturu, të vizatu. Edhe në tjetër mënyre kom shprem, jo në pëlhur, po në ftyr. Edhe ndoshta shumë herët më kalin dashuria për grim edhe për make-up, se sa për muzikë. Ndërsa muzikën e kom pas disi si... Mos të them të imponume, po mamin e kam pas arsimtarët muzikës, vlezërit njëni është klarinetist, tjetëri është violinist, edhe disi ka qenë shumë e logjikshme me dushme një edhe dhe ti diçka prej tyre. Okej, Kaltina, në rrjetet sociale, në paraqitjet e tua gjithmonë je shumë ekstravagante. Duke pas parasysh në të njëjtën kohë që keni edhe rolin si profesoresh. Sa ndihesh ndonjëherë paragjikuar shkaku të rrjeteve sociale, çështje ka secili njeri, sa ndjen veten ndonjëherë të paragjikuar dhe luajnë rol shumë ndoshta këtu paragjykimet, cilat mundesh me marr komentet, mesazhet. Të pas parasysh se jetoj me një rreth me një shtet si Maqedonia, ku njerëzit me të vërtet janë shumë për disa gjana me mentalitet janë shumë mbrapa. Shumë shpesh jam ndi edhe ende jo me paragjykume me siguri të ankohën, sepse mirem me punë publike, që është shumë normale, edhe është ndoshta pak rast specifik jo mund se është shumë rrallë dikush të punosh edhe si profesoresh, edhe të mirësh me punë artistike, mirë punë me të vërtet e punoj shumë profesionalisht atë pjesën tjetër, edhe normal edhe profesionalisht e punoj edhe punën si profesoresh, nuk shkoj e veshun edhe rregullume kështu si kur dal në evente publike, normal. Edhe shumë shpesh ka paragjykime, jo vetëm për mua, edhe për shumë femra tjera që duken bukur, që janë të suksesshme, sidomos femra që janë të pavarura edhe që punojnë vetë, edhe kanë arrit pa ndihmën e askujt faktikisht, edhe është shumë e çuditshme për një rreth të vogël sikur që është Maqedonia, tash për Kosovën s'mundem me fol se Kosova është pak më ndryshe, e shoh se edhe njerëzit këtu janë në ndoshta nivel pak më të lartë edhe më ndryshe, funksionojnë, gjanat janë krejt ndryshe, edhe pse jemi aq afër, ndoshta është një orë e paska, një orë e gjys Shkupi Prishtina. Mirë po, nuk e di, shumë shpesh ka paragjykimi. Si ka qenë paragjykimi që ndoshta nuk e dasht me marrë për bazë, po që
t'ka prek sa do pak? Nuk më preki shumica e paragjykimeve. Ose komentin ndoshta që... Ndoshta kur bëhet fjalë, se unë jam edhe nanë, kam një gjallë 12 vjeçar. Sa mirë. Një nanë ka që bukur, ka që re, sigurisht se edhe do ketë komente. Ndoshta më prek ma tepër kur përmendin diçka në lidhje me djalin, apo me edukatën, apo nuk e din. Ndoshta kur dikush paragjykon për arsye se unë do të edukoj dikon, ose nuk e di, diçka ndoshta prekin në diçka që faktikisht ata nuk din se si është e vërteta. Ajo ndoshta më qëllon, asa për pamjen time fizike, absolutisht nuk më prek as pak. Në karakterin tënë, në fakt, e vrej një grua shumë të fortë. E di që ndoshta kjo forcia jote nuk se t'ja ka qenë e lindër, apo është kriju me kalimin e kohës, për shkak të sfidave, problematikave në cilat ke kalu, ndoshta paragjykimeve që ti vetë se e i ke pas gjatë gjithë jetës tënde. Çka t'ka bo që Katrina me qenë një grua ka që fort? Shaha, unë kom qenë një vajzë shumë e turpshme dhe shumë e qetë. Do më thënë, ta njëtën, mos të ashtu kom shujt, po kom qenë çdoherë anash. Ndoshta kom rënë sy me pamjen time fizike, mirë po asë njëherë s'kom dashtë të imponohem, apo nuk e kam paramendu edhe se do të mire me ndonjë punë publike, edhe pse normal, muzika edhe pianoja kom pas normal, ëndrët e para kanë qenë t'jem pianiste, mandi këngëtare kom pas dëshirë me u bo, mirë po në bas një periude kur fillova të punoj profesoresht edhe të punoj si make-up artiste, asë njerës kom dasht të paraqitem publikisht se kom pas ndonjë trem, ndonjë turp, prej kamerave, nuk e di, kom ndryshu shumë gjatë viteve, me të vërtet kom ndryshu shumë, mirë po ajo është arsyeja se puna vetë, kontaktet, njerëzit, edhe mosha, edhe vetë besimi, normal në bas një moshe, më vetëm e njeh vetë vetën, e din kushje, edhe e din qka bon, edhe disi ndje shumë ma mirë në likurën tënde. Do ke qenë një grua ka që e bukur, edhe që ndoshta pavarësisht të angazhimeve, kalimit vite, gjitha asaj lodhe, gjithçka tjetër, do këtë gjithmonë shumë e kuruar në çdo detaj, sa ka ndihmu ndoshta ke pjesë që edhe shumë dyrë me u hap. Sepse ndoshta edhe paraqitja fizike dikujt në shumicën prej rasteve mundot me hap dyer, edhe është një farë plusi në vete. Unë shumë rastisht kom fillu të mirëm me marketing digital, apo me Instagram, ati për në Instagram jam e fokusume, ajo ka fillu krejt të ndërlidh me punën e make-upit. Normal, kur të dërgojnë brendet ndryshme, PR, pakete, bën reklama për produktet ndryshme, edhe ashtu spontanisht ka ardhë ideja me pamjen time, me prezentu edhe produkte tjera edhe gjana tjera. Kështu që është një balans shumë i miri i këtyne tre profesionave. Tre profesione. Po du më ndalë pak të një pjesë që nuk e di nëse njerëzit që të përcjellin, din, po në të njëjtën kohë dhe ne si publik nuk është se e dimi. Një mami si ti është single apo është në lidhje? Sepse, po bësaj që për gjithë njerëzit që ndjekin rrjetet sociale, sepse kam parë në fakt që edhe nga Kosova ke shumë ndjekës, duan të dinë më shumë për ty, Katrina. Kam qenë e martuar, jam e ndame. Je e ndarë. Edhe jam në lidhje. Je në lidhje. Kështu që gjitha ata që dojnë me të shkujta apo diçka. Po, gjatë gjithë këti rrugtimi e përmendet që ke dhe djalin. Është vështirë në ditë të sotme të jesh një mami e vetme dhe të arish të rritësh një fëmijë, po në të njëjtën kohë dhe të jesh grua e cila punon gjatë gjithë kohës dhe të kesh një lidhje të re, cilën je duke kriju, po besoj me qenë se e vetëm në lidhje. Kur e menaxhon kohën mirë dhe kur je organizume dhe disciplinume, gjithçka është e mundun. Jo çdo herë është lehtë, mirë po normal. Kam ndihmë edhe prej babit të djalit, edhe prej gjysheve. Do të vazhdoni të ruani kontaktin me... Po, normal, ne jemi në raporte shumë të mira, faktikisht jemi shok shumë të mirë, edhe pa tjetër duhet edhe për shkak djalit. Është një mesazh shumë i mirë, po besoj për gjithë ata edhe me familjen e tij, edhe me atë, edhe pse jo çdo herë do të jemi në kontakt edhe në komunikim, edhe nesër ndoshta kur të rritet djali, se prap ajo është një person që një periudhë jetës time ka qenë shumë i rëndësishëm edhe kam pas shumë dashuri të madhe,
edhe prasa i dëshërie ka dalë. A ka pas ndonjë pyetje më interesante që djali, sepse tashmë vetë sa është i rritur, në fakt është duke u rritur edhe nuk është më asnjë foshje që ndoshta nuk e din si është jeta, si çfarë punon mami, me çka merret mami, mandej edhe për jetën tënde. Cila ka qenë një prej pyetjeve që të kalon pa fjalë kur ta ka bë djali? Djali. Ai është shumë i informuar dhe i vetëdijshëm me çfarë pune merrem. Ndonjëherë e vërej që i pengon kur njerëzit na njohin edhe na shikojnë, ose ka pas rastën ndoshta edhe kur kemi qenë në restorant dikun ndrek, na kanë fotografu. Atëherë jom di ndoshta pak jom di keq për shkak të atij, se ai e ka rënë me e pranu edhe me e kuptuat atë profesion edhe atë punë publike, mirë po edhe shpesh ndodh e marrë edhe ndonjë video, kur ka nevojë ndonjë produkt që është edhe për fëmijë, edhe për tritun, kemi bërë shumë shpesh edhe me atë bashkë disa video, kështu që e kupton punën edhe bile dhe ka qef ndoshta në të ardhmen, nuk do ta detyroj normal nëse ka dëshirë, po e shoh se i din këto gjëra dhe fëmijët e sodit gjithë janë në telefone, në tablete. Janë pranë në rrjetet sociale, kështu që ne mos do kenë informacione. Në rrjetet e tua sociale, po ashtu edhe nga biseda po e vërej se Katrina është shumë e hapur. Nuk është njeri me komplekse, flet ato çka don ta flas, kam po shumë postimet e tua gjithmonë shumë ekstravagante, madje kam po edhe disa postime gjithmonë nuk do. Sa është vështirë që ndoshta tek ne si shqiptar që të kemi postime të tilla edhe ndoshta ti poshtim ato paragjykimet, sepse është një farë tabuje në vete tek shoqëria jonë. Kur merresh me një punë, unë mendoj ashtu dhe besoj se shumica pajtohen me atë mendim, ose bëni një punë mas miri, ose mos u merr hiç me atë punë. Do të thonë edhe ato fotografi kur bëhen me tim profesional, bëhen në nivel të lartë profesionalisht. Shumë shpesh kam pas edhe body painting, ajo është do të thonë totalisht vizatim në trup. Edhe ato janë ndoshta ato, jo gjys nude, po ato janë gati se krejt nude foto. Mirë po ti faktikisht me qenë se është puna si profesoresh në të njëjtën kohë dhe kjo pjesa këtej për atë arsye dhe të pyeta, se po besoj që njerëzit ajo krijon konfuzion normal te njerëzit edhe para edhe kanë paragjykime sepse nuk më njohin edhe nuk ju ka ra për shembull të ulen të bisedojnë, edhe ta shohin se çfarë personaliteti kam edhe sa profesionalisht merrem me ato punë. Do të thonë puna është punë, pa marrë parasysh me çfarë pune merresh, ai modele, ai profesoresh. Sigurisht. Sot hulumtova pak më shumë për Katrina Kryeziun, edhe lexova goxha shumë portale si në Shkup, goxha shumë komente, goxha shumë komentohet pjesa e ndërhyrjeve të Katrinës. A ka realisht ndërhyrje edhe tregoma je pro apo kundër kësaj pjese? Sepse ka mendime prima të ndryshme, po besoj është diçka shumë personale, ashtu si që ndjen edhe e bën, mirë po në shoqërinë që sot ne jetojmë, po besoj që sa do pak një mesazh ndoshta për diku atje që përcjell këtë intervistë, do të luante shumë rol. Unë jam një prej të parave në Maqedoni, prej fytyre publike që publikisht kam tregu për intervenime, ndërhyrje, dhe nuk e kam problem as pak të bisedoj për gjana estetike kur bëhet fjalë, se edhe vetë puna ime si make-up artiste është bukurën. Po, edhe vetë-vetiu, do me thonë, e njoh këtë punë, e di, edhe për atë edhe kam atë shumë bashkëpunime, se normal edhe për një profesion nëse je make-up artiste, njerëzit shohin ti si dukesh, edhe nëse ti nuk dukesh mirë, normal se nuk e kam besimin të vinë të rregullohen apo të duken, edhe nuk e ndryshe është kur të shohin se dukesh bukur, krejt kanë dëshirë me u duke ashtu. Kështu që në atë aspekt asnjëherë s'kam qenë kundër, edhe s'kam kundër, plus tashmë unë ndoshta para 10 vite për herë të parë kam bë buza apo diçka. Pa mosh 31 vjeçare. 31 vjeçare. Kështu që asnjëherë se kam pas probleme bisedu, mirë po njerëzit pak edhe i hiperbolizojnë atë që e ki bo, nëse e kom bo një operacion të bojnë se i ki bo 10. Kështu që edhe e përzin atë shprehje operacione plastike me intervenime të tjera. Je pishman për ndërhyrje të vogël cilën e ke realizuar, apo je super okay me vetën tënde? Ndoshta herën e parë kur i kom bë buzë, s'm ka pëlqyer. Atëherë kom menduar se duket bukur, mirë po para 10 viteve
apo ma tepër mos i ka 10 vite, nuk jam e sigurt, atëherë nuk ka pas teknika të reja edhe të ashtu të bukura, diskrete me u bë buzë. Ndoshta herën e parë kur i kam pas dëshirë të ndryshoj, t'i bëj ma natyrale, ma të bukura, mirë po për ndryshe për tjera gjana jo. Në fakt, reality show-t në Kosovë, po besoj ke pas sa do pak mundësi me ndjek. Edhe shumë prej njerëzve në fakt që kanë ardhur pikërisht në studiot e televizionit të shtatë, kanë arritur që nga intervistat e tyre këto të jenë pjesë atyre reality show. A je pro apo kundër dhe a ke pas do e ftesë, sepse në të shta pas ka intervista dhe do kesh ftesë? Kom pas ftesë po për Big Brother, mirë po nuk... Mendoj se asë njerës kisha pranu me qenë në reality. Pse ka Eltrina? Sepse kom shumë problem me përcjell regula edhe bukfalisht me më fut me një kafaz. E shof veten sikur me më fut në kafaz. Më thonë, unë mere me punë kreative edhe knaqëm në atë lirin që e kom vetë zgjedh çka të punoj, edhe më duket se me qenë me një rreth me njerës që edhe nuk i donë, ndoshta nuk pëlqejnë edhe dush me kalu koha aty, mendoj se shumë do të ma merë energjin time që e kom pozitive, se sa po e varenjëm shumë persona shumë pozitiv, edhe jo që nuk du me njerës të komunikoj edhe të kaloj kohë, mirë po e zgjedh vetë rrethin tim, edhe vlerësoj shumë kohën time edhe njerëzit. Po e thua një jo, po do tjetë kjo një jo përgjithmonë, sepse shumë njerëz thonë kur mos thuaj kur, Kaltrina, apo je shumë e vendosur në këtë pjesë? 95% jam e vendosur. Okej, një 5% e kemi, kështu që nuk i dihet, ha? Bash për atë se asnjëherë mos thuj kur, thojnë, po se prap nuk e shoh vetën në ndonjë reality. Në reality show të tilla, po shohim personazhe prima të ndryshmeve, nuk kaluan ca muaj në fakt, prej kurse përfundoi edhe reality show i fundit. Kush ka qenë një prej personazheve që vetë se të ka marrë vëmendjen ose të ka pëlqyer ose ndoshta ka pas dhe personazh që e ke pa dhe ke thënë unë asnjëherë me personazhe të tilla nuk shoh. Po flet për Big Brother? Për Big Brother. Sinqerisht më tregu, as nuk e kom përcjell, as nuk e di asnjë personalitet edhe nuk mundëm as në As ka dojë kërkush rrjetet sociale? Jo, totalisht jam out, dhe me thonë se më interesojnë ato... As Gjesti, as Luizi, as... I kom digju për Luizin, e di Luizin, e njo, edhe Gjesti e di që ka fitu, se ishte fama prej tjerve që kom digju mirë, po as njëherë se kom përcjela as një personazh ose as një epizod. Një prej vajzave më ekstravagante, një prej vajzave që ndoshta i përshtatet paka shumë shijeve tua në estradën tonë, sepse po besoj që paka shumë arrin me i përcjell. Sipas Kaltrinës, kush të pëlqen më shumë? E kom i dollë shumë të madhë Dafina Zeqirin. Dafina Zeqirin, po më gjasëm pak Dafina me Kaltrin. E pse pikërisht Dafina? Pse është një femër shumë e fortë, shumë është karakter luftara ka, edhe e arrin, mendoj se çdo ëndër që mundet me e pas. Ashtu e kam percepcionin tim, kur e shoh, më duket si shumë e fuqishme, edhe shumë e vendosme, edhe ajo është në horoskop është dash, edhe unë jam. Okej. Ndoshta edhe aty pak e... është një farë lidhje në vete. Në ditë sot me një prej temave që diskutohet shumë, sepse jemi duke jetu në një shoqëri që ka tema prima ndryshmeve cilat fatmirësisht sot arrin të diskutohen. Prej temave që diskutohet shumë është raporti i partneritetit. Në fakt, si ishe meshkujt në ditë sot me Kaltrina, që ka ndryshim ndoshta gjenerata për gjeneratës? Edhe so po ndryshojnë për të mirë meshkujt në fakt? Meshkujt po ndryshojnë, po jo për të mirë, po ndryshojnë shumë ati për të keqë, sepse po e bojnë vetën edhe interneti, edhe social media, edhe krejt ato aplikacione, ajo i kontakt i shpejt, i let, disi po humbët roli i mashkullit vërtet si duhet me qenë. Gjithçka e kemi për afërt, edhe instant, do me thonë edhe lidhjet janë ditë sot, më duket se shumë instant, sa shpejt fillojnë, a shpejt edhe mbarojnë, që nuk kam para gjykime, mendoj se gjithkush mundet edhe ka lirin të bënë gjithçka, po vlerat e ma hershme mendoj se janë humb, edhe roli i mashkullit shumë po ngatrohet me rolin e femrës. Pse? Për shkak se nuk jam feministe dhe nuk hysh shumë shpesh në ato tema, se nuk kam nevoj me u tregu apo me u dëshmu diçka. Mirë po mendoj se shumë po përcjellen njerëz
jo adekuat, që po flasin për lidhje, për psikologji, për gjana që nuk kanë as të kryme diçka, as kanë diploma, edhe rinia po i përcjellin individ që po mendojnë se kanë arrit diçka, kanë bë numër, kanë bë famë, edhe po ndjekin këshilla prej njerëz që nuk janë për ato punë. E përmendën fakt moshkullin ideal, në një farë forme. Si është moshkulli ideal për Kaltrinën? Që të kuptojmë pak më mirë këndvështrimin e Kaltrinës? Moshkulli ideal është rënd me shpjegu me disa fjallë. Hajde, po gjej disa fjallë me Kaltrinë. Moshkulli ideal është ideal. Ska askush që është ideal, as femrat nësë jemi ideale. Po të theme që i përafrohet mendimeve asaj çfarë Kaltrina e për mu, moshkulli ideal është një moshkull që është i realizum, që ka vetë besim, që ka mirëkuptim, edhe që ka mirësi, edhe mirësjellje. Në më tonë një njeri, nëse nuk është thellë në vete i mirë, njeri i mirë, për mu është kot, nuk e di çka të ketë, apo kush e di se çka të arrin në jetë është kot. Duhet ta ketë atë njerëzin, edhe të ndihet mirë në rolin e mashkullit. Mos ndihet asnjëherë inferior prej femrës. Të ketë vetbesim. Vetbesim. E përmendet që në fakt po bëhet një farë ndëlidhje ndoshta regjinive, përmendet se ndonjëherë mashkujt po i marrin rolin e femrave, diçka të tillë. Sa mendon që ndoshta në këtë raport, shumicën e rasteve diskutohet në rrjetet sociale se meshkujt janë bërë si princesha, ose trajtohen si princesha. Si e sheh këtë pjesë, Kaltrina? Sepse me qenë se kam pranë vetës një njeri që është kaq i hapur, po kam shumë dëshirë me marrë mendime të tilla. Jemi të jetu me një periudhë ku po vlerësohet vetëm mos them parja, po suksesi edhe arritja. Njeriu nuk e definon vetëm arritja profesionale apo ato që ka ki fitu materiale. Shumë pak mendoj se njerëzit merren me vetveten, me gjendjen emocionale, për atë edhe vinë problemet mandej kush çfarë tretmani kërkon. Mendoj se kanë barierë mashkujt të drejtohen në psikolog apo të miren me çështjet emocionale. Nuk është burrni për mu ti vetëm u boj fort edhe ti s'prek asgjë edhe ti s'ki problem, do me thonë, me emocionet, se krejt jemi njerëz, njësoj i përjetojmë emocionet, edhe mashkujt edhe femrat. Mirë po, mashkujt e kanë ma ti për problem me fol, me bisedu. Të shprehurit, sigurisht. Një mesazh prej Kaltrinës si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Po besoj që sidomos për femrat një grua fort si ti, do kishte një mesazh shumë të fuqishëm, kështu që cili do ishte ai mesazh nga Kaltrina? Po mesazhi im do të ishte me siguri gjithkush ta gjejnë veten në atë çka është më i miri, të merret me diçka që e plotëson, edhe çka ka dëshirë, edhe që e bën me u ndi mirë. Se kot mundohemi ta kopjojmë dikant, mundohemi të jemi si dikush, të bëjmë të njëjtat gjana, mirë po secili person këtë botë ka lind për diçka specifike. Kështu që gjithkush e ka ndonjë të mirë, ndonjë talent, është mirë me u marrë me veten edhe me zbulu se cilat janë anët e tua më të mira. Me këtë super mesazh, unë të falenderoj shumë që ke marrë rrugën nga Shkupi për të ardhur në Prishtinë. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit për çdo mendim të sinqert që kishe në këtë studio të Era Ver. Ishte shumë kënaqësi për ne, Kaltrina. Për vetëm suksese. Dhe shpresoj që të takohemi prapë. Me shumë kënaqësi. Me siguri do të shihemi prapë.